Albin Kurti mes pyetjeve dhe bilancit të pushtetit. Në një analizë kritike mbi Albin Kurtin, rrugtimin e tij politik dhe gjendjen aktuale të Kosovës, autori Gani Vila ngre një seri pyetjesh për raportin mes retorikës patriotike, funksionimit të institucioneve dhe rezultateve konkrete të qeverisjes së kryeministrit Kurti, që është bërë virale pas votimit në gazetën Dielli dhe Tema dhe në rrjetet sociale. Gani Vila, drejtori i televizionit ton, Alp TV USA, e nis analizën me pohimin se Kosova është më e madhe se çdo politikan dhe parti. Sipas tij, shteti i Kosovës është produkti i sakrificës së popullit, luftës UÇK-s, solidaritetit mbarshqiptar dhe mbështetjes vendimtare të Shteteve të Bashkuara, NATO-s dhe aleatëve perëndimor. Në qendër të shkrimit qëndron thirrja "Zgjoni Dardan", të cilën Vila nuk e paraqet si thirrje kundër një individi, por si një apel që qytetarët mos krijojnë mite politike, të kërkojnë dokumenta dhe të krahasojnë premtimet me rezultatet. Analiza rikthehet edhe tek e kaluara e Albin Kurtit, kur ai u arrestua nga autoritetet serbe me 27 prill 1999 dhe në mars të vitit 2000 u dënua me 15 vjet burg. Kurti nuk pranoi avokat mbrojtës, duke mos njohur legitimitetin e gjykatës serbe. Vila thekson se nuk disponon asnjë dokument që të provojë pretendimet për rekrutim apo bashkëpunim të Kurtit me shërbimet serbe dhe për këtë arsye nuk i paraqet ato si fakte. Por ai kërkon megjithatë që historia dhe veprimtaria politike e Kurtit të analizohen përmes dokumenteve dhe rezultateve dhe jo përmes miteve. Në këtë kontekst, përmendet dhe marrëdhënia e Kurtit me Adem Demaçin. Kurti punoi pranë tij në vitin 1998, ndërsa Demaçi deklaroi më vonë se marrëdhëniet mes tyre ishin ftohur pasi Kurti nuk mori pjesë në ceremoninë e shpalljes pavarësisë së Kosovës. Për këtu, Vila ngre pyetjen përse një politikan që kishte ndërtuar retorikën mbi sovranitetin dhe vetëvendosjen mungohej në atë moment historik. Një pjesë e rëndësishme e kritikës lidhet me periudhën e vetëvendosjes në opozitë me gazin lotësjellës, përplasjet dhe bllokimet parlamentare. Vila pyet nëse këto veprime e forcuan shtetin apo krijuan jashtë Kosovës imazhin e institucioneve që sulmoshin nga vetë përfaqësuesit e tyre. Ai thekson një fakt që gjykatësia e Kurtit u prononcua 2 ditë pas zgjedhjes së tij. Debati shtrihet dhe tek qëndrimet e Kurtit ndaj drejtuesve të UÇK-s. Sipas Vilës, përgjegjësia penale duhet të jetë individuale dhe askush nuk mund të jetë mbi ligjin, por akuzat ndaj individëve nuk duhet të shndrohen në një narrativ që cënon karakterin e luftës shlenitare. Një pikë tjetër kritike është marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara. Vila argumenton se lidhja me Washingtonin është një nga pasuritë strategjike të Kosovës. Për këtë arsye ai pyet, në interes të kujt do të ishte dobësimi i marrëdhënieve të Kosovës me aleatin që pati rol vendimtar në shërimin e shtetërtimin e saj. Në analizë trajtohet gjithashtu kriza institucionale pas zgjedhjeve të vitit 2025 dhe tentativat e shumta për konstituimin e kuvendit. Sipas Vilës, sa herë që institucionet paralizohen, Kosova humbet kohë në diplomaci, ekonomi dhe integrim, ndërsa Serbia fiton argumente për propagandën e saj. Megjithatë, përgjegjësia nuk i ngarkohet vetëm Kurtit. Vila kritikon dhe opozitën, duke pyetur përse nuk ka arritur të krijojë alternativa më bindëse dhe përse interesat partijake vazhdojnë të pengojnë kompromisin institucional. Mesazhi përfundimtar është: mos më besoni as mua, qytetarët ftohen të shohin dokumentet, video, deklarata, marrëdhëniet me Shqipërinë dhe Shtetet e Bashkuara mbi të gjitha rezultatet e qeverisës, sepse sipas tij patriotizmi nuk duhet matur vetëm nga fjalët, por nga rezultatet. Dhe analiza mbyllet me mesazhin: Kosovën nuk e kemi për ta provuar me një politikan, Kosovën e kemi për ta ruajtur për jetë.